Sipas një dokumenti jo zyrtar të siguruar nga Radio Europa e Lirë, disa shtete anëtare të Bashkimit Evropian, përfshirë Gjermanin, Francën dhe vendet e Beneluxit, kanë propozuar që shtetet e ardhshme anëtare të kenë të drejta të kufizuara gjatë një periudhe kalimtare pas pranimit në BE. Sipas këtij propozimi, një nga elementet kryesore do të ishte kufizimi të drejtës së votës për vendet e reja, sidomos në vendime të rëndësishme që kërkojnë unanimitet si politika jashtme, siguria, zgjerimi i BE-s dhe buxheti. Radio Europa e Lirë raporton se dokumenti thekson se situata gjeopolitike ka ndryshuar ndjeshëm që nga pranimi i fundit në BE dhe se zgjerimi shihet gjithnjëherë më shumë si një investim strategjik për paqen, siguri dhe stabilitet në Europë. BE-ja duhet të zhvillojë një diskutim të detajuar mbi mundësinë e kufizimeve të përkohshme kalimtare të së drejtës së votës për shtetet e reja anëtare, veçanërisht në fushat ku kërkohet unanimitet, për shembull zgjerimi, politika e përbashkët e jashtme dhe e sigurisë, korniza shumëvjeçare financiare, duke marrë parasysh ndjeshmërinë juridike dhe politike. Një pjesë e rëndësishme e propozimit lidhet me sundimin e ligjit, ku parashikohet mundësia e sanksioneve financiare ose pezullimi i disa të drejtave në rast shkeljeje të vlerave të BE-s, përfshirë demokracinë dhe lirinë e medjave. Non-paper është dokument jo formal që përdoret në qarqe diplomatike europiane për paraqitjen e ideve të reja, testimin e qëndrimeve ose propozimin e zgjidhjeve, pa e detyruar palën që e paraqetat të marrë qëndrim formal. Shqipëria është një nga vendet që ka shpallur objektivin për antarësimin brenda vitit 2030 në Bashkimin Evropian. Vendi ynë pret të nisë mbylljen e kapitujve të negociatave me synimin për ta finalizuar këtë proces deri në fund të vitit tjetër.